والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. Falënderimi, lavdërimi i takon Allahut të madhruar, krijuesit tonë, mëshiruesit, mëshirbërës. Paqja, shpëtimi dhe kënaqësia e Allahut qoftë mbi dërguarin e tij të fundit, pejgamberin tonë të dashur Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnikë të sinqertë dhe mbi gjithë ato që ndjekin rrugën e tij me sinqeritet, përkushtim dhe devotshmëri deri në ditën e fundit. I nderuar imam i kësaj xhamie, Murad Efendi Huseini, nderuar këshilli i xhamisë, të nderuar hoxhallar të muftinisë së Kërçovës që jeni sot të pranishëm, shumë të respektuar xhamat, të nderuar ju njetëri për në haç, për në udhëtimin për në haç të sivjetshëm, vëllezër dhe motra, më lejoni fillimisht ju përshëndes me përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Po qituam prisutni, braća i sestri, seneti hađi, dozvolite mi na početok da vas pozdravam so pozdravom na mirot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Për ne sot është një ditë e veçantë, për arsye se jemi bashkë këtu për të bërë duan e udhëtimit për në haç të 50 haxhive tonë që si mjet me dëshirën dhe vullnetin e Allahut të madhruar dhe me caktimin e tij dhe me zgjedhjen e tij do të marrin një udhëtim shumë të rëndësishëm. Unë mund të quaj udhëtimin e jetës, udhëtim i cili i shpije ato në vendin më të bekuar të fesë tonë islame, në Mekën e bekuar, në të cilën ndodhet xhamia e parë e ndërtuar me qëllim që të adhurohet Allahu i madhruar, e ajo është xhamia e bekuar. Vëllezër nderuar, haxhit tonë do të kenë mundësinë dhe ndjenjën e papërshkruar kur ta vizitojnë shtëpinë e parë të ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës, Qabën e bekuar, drejt të cilës ne kthehemi gjatë çdo namazit tonë. Qabja është kibla jonë, është vendi i parë i ndërtuar për të adhuruar Allahun e madhruar. E gjatë gjithë jetës ne jemi drejtu Qabës si drejtim, si kible jonë. Haxhit kanë mundësi atë ta kenë para syve të tyre. Dhe kush e ka përjatu këtë kënaqësi, besoj këtu kemi shumë njerëz që e kanë kryer haxhin, e kanë përjetu se çdo të thotë që Qabën ta kesh përpara, vendin që ka qenë gjithmonë në kujtesën tënde, në zemrën tënde, vendit cilës ti je drejtuar gjithmonë në namazet tua. Pra, sado që ne të flasim dhe ta përshkruajmë këtë vlerë, nuk mund ta vlerësojmë ashtu siç do ta vlerësojmë zemra e çdo haxhiu që do të jetë si vjet atje. Pra ju keni mundësi të
të vizitoni qytetin e Mekes edhe të Medines, ku do të njiheni me shumë gjëra të rëndësishme, do të njiheni me vendin në të cilin lindi i dërguari Allahu pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Do të njiheni me shumë shenja që datojnë që nga koha e Ibrahimit alayhis, Safa, Merva, Arafati, Minja, Musdelifja, të gjitha këto janë shenja që ne na kujtojnë historinë e begatshme islame, fetare, që nga koha e Ibrahimit alayhis wassalam. Pastaj Allahu thot, kush hyn aty, kush hyn në Mekë, ai është thot i garantuar. Dhe pse është kështu nderuar vëllezër? Për arsye se çdo haxhi është musafiri Allahu. Dhe Allahu di se si ta mirëpres dhe se si ta nderojnë musafirin e tij. Ne si vjet nga muftinia e Kërçovës kemi 50 haxhi, vëllezër dhe motra, që do të udhtojnë në mbështetjen dhe mbikëqyrjen e grupit udhëheqës, të udhëhequr nga sekretari i muftinisë, njëkohësisht koordinatori i udhëhecëve të haxhit, Xhemail Efendiu, nga imami i nderuar i fshatit Zajas Teqe, Çamil Efendi Ramadani, nga imami tjetër i nderuar i fshatit Drugov, Qemal Efendiu, gjithashtu nga imami i nderuar dhe mirë i njohur për haxhit tonë dhe për kontributin që ai e jep, Emin Efendi Alia, gjithashtu edhe një imam shumë i nderuar dhe i respektuar i fshatit Lisiçan, Ruvejt Efendiu. Do të thotë të gjithë këto imam do të jenë në shërbim të nevojave të haxhive tonë kur do të ndodhen në Mekë dhe Medinë. Diçka shumë e rëndësishme. Haxhi, përveç se është kënaqësi e madhe shpirtërore, dhe duke qenë e tillë për 2 miliard musliman në botë, interesi për ta vizituar Mekën dhe Medinën është shumë i madh. Pavarësisht kufizimeve që ne i kemi, sa njerëz duhet të jenë atje, prapë se prapë nuk mund të jetë më pak se 2 milionë gjymës deri në 3 milionë njerëz që janë bashkë në një qytet si do të jetë Mekka. Dhe kjo domosdoshmërisht i ka edhe sfidat e veta, i ka edhe shqetësimet e veta. Mirëpo, unë jam i bindur në një send që Basia Fetare Islame, Komisioni për organizimin e haxhit, merr përsipër përgatitjen e haxhit, po të thush 6 muaj para se të vinë koha e haxhit. Dhe mundohet sa më mirë, sa më lehtë që haxhin ta organizojmë për haxhit tonë. Edhe si mjet janë marrë të gjitha para përgatitjes. Janë bërë të gjitha ato aplikime, e realizime, e rezervime të hoteleve e të vendeve ku do të qëndrojnë haxhit tonë. Dhe me të vërtet, ato që kanë qenë 2-3 vitet e fundit, mund t'i pyetni sinqerisht për të bashkëpunuar se me të vërtet ka qenë prej haxheve shumë suksesshme. Haxhit kanë pas trajtim jashtëzakonisht të mirë dhe kanë pas edhe udhëhecësi jashtëzakonisht të mirë. Hotelet tona nuk janë ma shumë se 1 kilometër larg Çamës.
do të thotë në Mekë, kurse në Medinë është vetëm shumë afër xhamisë pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ekip mjekësor do të jetë vazhdimisht bashkë me haxhilerët, që do të kujdeset për shëndetin e tyre. Dhe besoj dhe jam i sigurt që edhe haxhi si jetën janë marrë të gjitha para përgatitjet dhe shpresoj që të jetë shumë i suksesshëm. Ajo çka kërkojmë nga haxhit është të mos shqetësohen, por me atë kënaqësi që e kanë në zemrat e tyre, ta fillojmë këtë udhtim dhe besoj që do ta marrin mend gjithë jetën e tyre udhtimin e bërë për në haxh. Për arsye se haxhi bëhet një herë në jetë edhe me të vërtet majet mend gjatë gjithë jetës. Sa e rëndësishme është njeriu ta kryejë haxhin, na tregon hadithi pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam i shënuar tek Buhariu dhe Muslimi, ku thotë: "Men hajja hadha al-bayt", kush e viziton Ka'ben, falan yarfut walam yafsuq, nuk kapon, nuk bën mëkate, raja'a ka yawmin waladathu ummuhu. Kthehet në vendlindje, i pastër nga gjunafet, ashtu si që ka lindur nate. Dhe unë shpresoj që të gjithë ato njerëz që e kanë kryer haxhin, dhe ato që do ta kryejnë si vjet, inshallah janë kategori e këtij hadithi, që haxhi i tyre do të jetë pastrim nga mëkatet dhe gjunafet e tyre. Allahu është përbleft haxhive të gjithëve, familjarëve që janë angazhuar të përcjellin e të përgatisin. Inshallah ktheheni shnoshe mirë e ktheheni në haxh të planuar. Tash do të bëjmë dua, pastaj do të shalut ato që janë një jetlif për në haxh të dalin pak më para, që ne tjerit mundemi edhe ti përshëndesim, inshallah. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك إن شاء الله مسافر إلى الحج اللهم أسألك الحج المبرور وذنبا مغفور اللهم ارزقنا هذا التقدير والترجيل للبيت العتيق زائرا لبيت الله وإن شاء الله يرجع بالسلامة والصحة والعافية يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bega, ma sa ka të sënare dhe ka gjitë? Bega! Vai, mai. Mas sério, e pensa. Não tinha isso aqui, eu Foi mesmo? Ali, ai, Ei, tu, ai, cara, tu está. Como caiu, senhor?
Po, vendos. Kush o haxhin e thik këto ngrit? Aqui, vamos aí. Alaikum salam. Se não for a tomar, Che contiene, a cercare di sopra.
Thank you.